Banorja transgjinore Linda Rej, një nga emrat më të komentuar të edicionit të si vjetëm të Big Brother VIP Kosova, ka ngritur një shqetësim serioz që lidhet me nevojat e saj shëndetësore brenda shtëpisë. Në një video që tashmë është bërë virale në rrjetet sociale, Linda shihet tejet e tronditur ndërsa bisedon me banorët dhe u tregon atyre se produksioni nuk ja ka sjell ende insulinën, një medikament jetik për të. Ajo shpreh qartë dhe me ton të shqetësuar: "Gjëja më absurde është që unë ende nuk e kam insulinën në dorë." Ky incident vjen vetëm një ditë pasi Linda pati një problem të vogël shëndetësor gjatë natës së parë në shtëpi, ku u detyrua të kalonte disa minuta në dhomën e rrëfimit për të marrë ndihmë. Sipas gjithçkaje që po kuptohet, duket se gjendja e saj lidhet pikërisht me mungesën e insulinës. Insulina është një hormon thelbësor që ndihmon trupin të përdorë glukozën, sheqerin, nga ushqimi si energji. Ajo siguron që niveli i sheqerit në gjak të mos jetë as shumë i lartë as shumë i ulët. Ky preparat përdoret zakonisht nga persona që vuajnë nga diabeti apo persona me probleme të tjera hormonale që kërkojnë terapi mbështetëse. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.